Ebu Hurere radiallahu an transmeton se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, ka thënë: 3 gjëra janë shpëtimtare, 3 gjëra janë shkatërruese, 3 gjëra janë lartësuese dhe 3 gjëra janë shlyerje mëkatesh. 3 gjërat që janë shpëtimtare janë: ti friksohesh Allahut fuqiplot, fshehurazi dhe haptazi, të jesh i kursyer në varfëri dhe në pasuri, dhe të jesh i drejtë, të mos devijosh nga drejtësia kur je i qetë dhe i zemëruar. 3 gjërat që janë shkatërruese janë: kopratësia e tepërt, epshet e kësaj bote dhe mendimadhësia. 3 gjërat lartësuese janë: të përhapësh selamin, të japish selam atij që e njeh dhe atij që nuk e njeh, të ushqesh dikë, pra të bësh bamirësi duke ushqyer dikë, dhe të falësh namaz në mesnat, pra kur të gjithë të tjerët janë duke fjetur. Dhe 3 gjërat që shlyejnë mëkatet: të marrësh abdest siç duhet në kur është moti i ftohtë, të ecësh për të shkuar që t'i bashkohesh xhamatit, pra të falish namaz me xhamat, dhe të presësh namazin tjetër pasi e ke falur atë namaz të kohës.